Ndërka që ajo sot dhe bëri betimin si deputete. Por a mund të mbetet edhe vendi pa president? Zoti Kurti është ma shumë është zoti Deori dhe një prej 120 deputetëve dhe nuk është i thirrur që të interpretoj asnjën e kushtetutës. Ka interpretimet ndryshme, nuk mund asne të ndajmë drejtësi në këtë studio dhe themi ka apo s'ka. Logjika e gjërave e thot që kryetari i kuvendit është ushtrues detyre dhe megjithatë sipas logjikës sime juridike, përderisa nuk është konstituu kuvendi i ri, zoti Deori ka qenë vetëm kryesues i përkohshëm i seancës së sotme, nuk është zgjedhur kryetar. Zonja Haxhiu vazhdon të jetë ushtruese detyrës presidentës. Problemi paraqitet pas kalimit të afatit 6 mujor kur i skadon ky mandat, atëherë po shpresoj mos të mrrim në atë situatë, por deri atëherë mund të kemi edhe mendimet ndryshme, për shembull nëse zoti Kurti nuk e zoti Kurti, po them mekanizmat kompetent, por nëse zoti Kurti kërkon nga vetët që mos konstituohet kuvendi, mos thirret. Faktu prit që të thirret edhe një seancë tjetër, po deri më tani nuk kemi ndonjë njoftim për një seancë. Nëse nuk do të aftoj fare nesër, sepse... Ju mendoni që nuk do të ketë seancë nesër? Po nuk do të habitesha nëse nuk do të ketë, sepse nuk mund të them me siguri, por fakti që nuk ka... 48 orë nuk vlen sepse nuk është përfunduar seanca. Jo, është në fuqi afati 30 ditor për konstituimin, që është deri nesër në 12. Por gjykata kushtetuese me gjykimin e parafundit nuk ka kriju pasoja juridike për tejkalimin e nëse nesër nuk thirret seancë. Është e paqartë dhe përderisa është e paqartë mund të ketë përfitim kohë, mund të ketë një kërkesë nga 10 e më shumë deputet për ta interpretuar këtë. Që është praktik që është bërë më parë në fakt. Si të veprohet tani dhe fakti që ka mund të ketë një kërkesë gjykatën kushtetuese. Një problem këtu sepse janë numrat në këtë rast. Numrat për me konstituu kuvendin një. Po nëse sftohet, është situatë e paqartë dhe do duhet një mendim, unë shpresoj që të ftohet dhe të konstituohet, sepse asnjë nevojë nuk ka për me ushty. Do duhet konstituohet. Do të presidentin ka edhe 60 ditë kohë për mes na sotit kryetari apo kryetaria e kuvendit, kushdo që zgjidhet, është zgjedhur sot apo mund zgjedhet nesër, mund të jep dorëheqje dhe pra partneri i koalicionit ta merr atë pozitë, nuk është që mbaron gjithçka. Por këtu ka një lojë politike të zvarritjes së gjërave, mund ndodhë, siç tha profesori, për të arritur 27-28 dhjetorin e këtij viti prap, por kjo është logjikë dëmshme për shtetin, nuk besoj që edhe qytetarët ndoshta në vjesht do të mërziten nga ky jo seriozitet i të zgjedhurëve të tyre. Pra në qoftë se nuk ka... Faktu po edhe në zgjedhjet e fundit që kishte dalje më të... Unë po flas edhe për masa tjera, do duhet dilshin në rrugë. Nuk diju në një popull që në përkëmbët dhe që përballet me interpretime të ndryshme në frymën e bllokadës. Shiko, askush nuk interpreton nënt kushtetutës, nënt rregullores kuvendit apo çka do